Mjeku jep urdhër, hani menjëherë këto 3 ushqime, ulin tensionin e gjakut. Ndërsa medikamentet dhe suplementet mund të jenë të dobishme, përfshirja e ushqimeve të duhura gjithashtu mund të bëjë ndryshime të rëndësishme. Ekspertët theksojnë se disa ushqime të pasura me lëndë ushqyese si kalium, fibra dhe antioksidant mund të ndihmojnë në mënyrë natyrale në uljen e presionit të gjakut. Nutricionistja Lisa Richards dhe dietologja Laura Ali, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Jess Feder dhe Catherine Gresvio kanë zbuluar disa ushqime që i rekomandojnë kujdoj që dëshiron të kontrollojë në mënyrë efektive presionin e lartë të gjakut. Këto janë ushqime të duhura që mund të shtonin fare lehtën në dietën tuaj. Arrat. Arrat janë të pasura me acide yndyrore omega 3, fibra dhe antioksidant të quajtur acid elagjik, të cilat gjithashtu mund të ndihmojnë në uljen e riskut të sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru, citon Ali për Shifajns. Ajo thekson se shkëmbimi i ushqimeve të përpunuara me një grusht me arra në ditë mund të bëjë mrekulli për shëndetin tonë të përgjithshëm. Perimet me gjethe jeshile. Perimet me gjethe jeshile mund të luajnë një rol në uljen e presionit të gjakut. Perimet me gjethe jeshile si lakra jeshile, spinaçi, rukolat janë të pasura me kalium, të cilët ndihmojnë veshkat në nxjerrjen më shumë të natriumit përmes urinës. Ajo ju ndihmon në uljen e presionit të gjakut me kalimin e kohës, citon Feder. Përveç kësaj, ajo vjen në dukje se zarzavatet me gjethe janë të pasura me fibra dietike dhe antioksidues, të cilët gjithashtu kanë treguar se luajnë një rol të mirë në uljen e presionit të gjakut. Farat e lirit. Shtimi më shumë fibrave në dietën tuaj ditore mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të ulur presionin e gjakut dhe elementëve të ndryshëm, citon Richards, se farat e lirit janë një burim fantastik i kësaj lëndë ushqyese. Farat e lirit janë të pasura me fibra të cilat ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të zorëve, largimin e toksinave nga trupi dhe uljen e kolesterolit. Secila prej këtyre përfitimeve të fibrave mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, shpjegoi ajo. Megjithatë, për të përfituar sa më shumë nga këto fara, ajo sugjeron të hani fara liri të bluara. Farat e lirit absorbohen më mirë nga trupi kur bluhen sepse enzimat nuk janë në gjendje të shpërbëjnë si duhet shtresën e jashtme. Një tjetër produkt fantastik që mund të shtohet në dietën tuaj gjithashtu është edhe panxari. Panxari mund të luajë një rol të rëndësishëm për shëndetin kardiovaskular. Feder shpjegon, panxari përmban sasi të madhe të nitrateve të cilat shndrohen në oksid nitrik në trup. Ky oksid nitrik ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut dhe uljen e presionit të gjakut me kalimin e kohës. Kur enët tuaja të gjakut zgjerohen fal oksidit nitrik, gjaku mund të rrjedhë më lehtë duke reduktuar presionin në muret e arterieve. Bananet. Kaliumi mund të bëjë mrekulli kur bëhet fjala për uljen e presionit të gjakut dhe bananet janë një nga ushqimet më të mira për të marrë më shumë kalium në dietën tuaj. Bananet janë ndoshta më të njohura kur bëhet fjala për furnizimin me kalium për të rregulluar presionin e gjakut. Një banane e mesme me rreth 120 gram ka afërsisht 422 mg kalium. Kjo është 16% e marrjes së rekomanduar ditore për femrat dhe 12% për meshkujt, përfundoi Grevasio. Gjithashtu, reduktimi i niveleve të larta të yndyrnave dhe të kriprave në trupin tuaj mund të luajë një rol fantastik në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të presionit të lartë të gjakut. Agrumet. Agrumet janë të mbushura me vitamina dhe minerale dhe përbërës bimor që e bëjnë zemrën të jetë e shëndetshme, duke ulur kështu presionin e gjakut. Megjithatë, disa fruta agrume mund të ndërhyjnë në ilaçet për uljen e tensionit të gjakut nëse i shtoni në dietën tuaj. Salmoni dhe peshqit e tjerë yndyror janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Peshqit e yndyrshëm si salmoni janë burime të shkëlqyera të yndyrnave omega 3, të cilët ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut duke ulur inflamacionin. Sipas një studimi, duke konsumuar 2 deri në 3 gram yndyrë omega 3 në ditë, mund të merrni shumë përfitime të rëndësishme. Zarzavatet me gjethe.
Perimet me gjethe jeshile si spinaqi përmbajnë kalium dhe magnez, të cilat mbështesin nivelin optimal të presionit të gjakut. Spinaqi në veçanti është i pasur me përbërës me bazë bimore të njohura si nitrat, i cili mund të ulë presionin e gjakut. Arrat dhe farat gjithashtu mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Arrat dhe farat, si farat e kungullit, farat chia, fistikët dhe bajamet, ofrojnë burime të koncentruara të fibrave, të cilat janë të rëndësishme për presionin e gjakut dhe menaxhimin e tij, duke ju ndihmuar në një relaksim më të mirë të gjendjes suaj, duke ndihmuar kështu edhe kundër komplikacioneve. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut dhe uljen e faktorëve të riskut të sëmundjeve në zemër. Vaji i ullirit është i pasur me yndyrna omega-6, omega-9 dhe polifenole antioksiduese, të cilat janë të dobishme në dietën tuaj në uljen e presionit të lartë të gjakut. Vezët. Vezët janë një ushqim i pasur me lëndë ushqyese që ndihmojnë në menaxhimin e tensionit. Sipas studimeve, konsumi i vezëve ndikon në reduktimin e hipertensionit dhe konsumi i reduktuar i vezëve është deri në 3 në ditë. Hudhra në ofron përfitime të sasive të yndyrshme të papërpunuara dhe plurës, që ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe gjithashtu në menaxhimin më të mirë të shëndetit tuaj. Në dietën tuaj gjithashtu duhet të shtoni produktet e duhura, por ka edhe një sër ushqimesh të cilat me patjetër duhet i shmangni nga dieta juaj, sepse mund të ndikojnë në krijimin e komplikacioneve të ndryshme. Fasulet e konservuara. Ushqimet e konservuara në veçanti siç janë fasulet kanë numër të lartë të natriumit, sepse janë përdorur për shkak të një afati të gjatë të skadencës. Përdorimi i fasuleve mund t'ju ndihmojë në qëndrimin e qëndrueshmërisë së tensionit. Gjithashtu, nëse doni të përdorni fasule të konservuara, më parë hiqni 41% të natriumit duke i kaluar ato në një kulluese si fillim. Edhe supat e gatshme mund të ndikojnë në krijimin e problemeve të hipertensionit. Do të shokoheni nëse zbuloni se sa element ushqimor dhe element kimik ka një supë e gatshme, sepse ndihmon në mbajtjen e makaronave, perimeve dhe supave të tjera, të cilat janë të gatuara për shumë kohë. Produktet e domateve të gatuara gjithashtu mund të përmbajnë nivele të larta të natriumit, të cilat ndikojnë në përkeqësimin e gjendjes suaj. E keni vënë re ndryshimin midis domates, të cilën e rrisni vetë, dhe asaj që blini në dyqane. Domatet të cilat rriten në sera në një sasi tepër të madhe janë zakonisht të ushqyera me pesticide për një kohë zgjatje më të madhe të produktit. Mishi dhe nënproduktet e përpunuara të tij janë të dëmshme gjithashtu për një pjesë të madhe të personave nëse i konsumoni ato për një kohë të gjatë. Mishi i paketuar që përfshin atë të hot dogut, prosciutën, sallamit, janë të lidhura me kimikate, të cilat ndihmojnë për një kohë zgjatje më të madhe të ruajtjes së tyre, por konsumi i këtij produkti në dietën tuaj mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imunitare. Ushqimet e ngrira gjithashtu krijojnë komplikacione në shëndetin tuaj. Jeni në dieni se ushqimet e ngrira janë të gatuara një vit para se t'i konsumoni. Një sasi e madhe e kripës është e përdorur që mishi të ketë një shije si të ishte i sapo bërë në momentin që ju e konsumoni. Ëmbëlsirat gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj shëndetësore, duke rritur edhe nivelin e presionit. Ju e dini tashmë që ëmbëlsirat janë thjesht sheqer dhe kalori boshe, por është vërtet e dëmshme për ata persona të cilët kanë dhëmbët e tyre të butë dhe të brisht. Por jo vetëm kaq, do të ndikojë edhe në përkeqësimin e shëndetit tuaj dhe gjithashtu rritjen e problemeve të njëpasnjëshme. Nëse jeni një person i cili vuani nga problemet të presionit të lartë të gjakut, tregoni të kujdesshëm me ushqyerjen tuaj dhe konsultoveni me ekspertin për të bërë një dietë e cila ju përshtatet gjithmonë gjendjes suaj standarde. Nëse keni tension të lartë të gjakut, mund ta ulni atë duke konsumuar një dietë të shëndetshme ushqimore, por produktet duhet të konsumohen me kujdes dhe disa ushqime dhe pije të caktuara mund të pengojnë uljen e tensionit të gjakut. Këto ushqime të cilat duhet t'i limitoni ose t'i shmangni janë: kripa dhe natriumi janë armiqtë e personave me tension të lartë të gjakut ose sëmundje të zemrës. Sipas specialistëve, picat e ngrira, lëngjet e perimeve të gatshme, mishi i procesuar, produktet e paketuara të domates,
Sopat e gatshme dhe turshit e blera në market janë të dëmshme për shëndetin tuaj dhe mund të shkaktojnë një rritje të papritur të presionit dhe të vënë në vështirësi edhe shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.